kësaj pjese. Për t'i prej shiritën kësaj zyreje, të pranishëm ishën kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ministrat Armend Muja, Xhelal Sveçla, Elbert Krasniqi, por ai që mungoi ishte kryetari i Mitrovicës së Veriut. Meqras Kurti tha se duhet ta dini se të gjithë duhet të kujdesen më shumë për qytetarët e thjeshtë. Po ashtu Kurti deklaroi se diskriminimit i ka ardhur fundi. Ne dëshirojmë të dëshmojmë me punë konkrete e praktike, siç është edhe kjo sot, që nuk diskriminojmë asnjëri. Pra, kohëve të diskriminimit u ka ardhur fundi dhe këtë ne e bëjmë me zhvillim e me progres. Disa fjalë për këtë hapje i pati edhe ministri i Bujqësisë Armend Muja. Kuadër të konceptit Ministrisë Bujqësisë për shërbime të përbashkëta, one-stop shop, kemi vendosur me hap qendër rajonale për gjitha agjencitë e Ministrisë së Bujqësisë, mu këtu në këtë lokacion edhe dëshirojmë të urojmë mirëseardhje. Analisti politik Visardili tha se deklarimet e Kurtit për këtë situatë janë të duhura, pasi që sipas tij ishte vetëm Veriu aty ku s'kishte zyre ministrore. Mirë po sa i përket hapjes së zyrës, unë e shoh si një lajm i mirë, i duhur momentalisht për qytetarët e Republikës së Kosovës. Për ne është në interes të veçantë shtrimi i sovranitetit në veri të Republikës së Kosovës, andaj urojmë që kjo të jetë e duhura. Eksperti i sigurisë Drizan Shala tregoi nëse mund të nxjisë tensione në veri hapja e kësaj zyreje. Sa i përket çështjes së tensioneve, mund të konstatojmë një fakt, një argument që deri më tani derisa kryetari i komunës Mitrovicës së Veriut nuk ka marrë pjesë në inaugurimin e këtij objektit, e dëshmon faktin për mosnjohjen e autoritetit qendror të Republikës së Kosovës, autoriteteve të saj, prandaj kjo përbën një kërcënim në nivelin politik, pa asnjë një kërcënim që është i drejtë për drejtë ndaj institucioneve të Republikës së Kosovës në pjesën veriore në aspektin e objektit apo edhe veprimtarisë së tyre. Ndër të tjera, kryeministri Kurti njoftoi se